kallëzuesi. Kemi parasysh që dhe kallëzimet anonime në parim nuk mund të përdoren. Pra, sepse nesër angoni nuk ekziston. Por verifikimi i asaj që thuhet në kallëzim, sepse mund të ndodhë që në një vend ka ndodhur vepër penale. Personi në mënyrë anonime tregon faktin dhe ti verifikohesh. Unë vetë personalisht dhe kur kam folur në për studio, kam marrë një qëndrim që nesër Angroni është një mini Jovan Bregu, po të keni parasysh pallati 1976 që Jovan Bregu e ka nis vetë atë letrën. Po Velia nuk e ka nis vetë. Ishte edhe magaziniera ai. Deshte i cop magazin. Pra, domethënë ka një lidhje. Velia s'se e ka nis vetë, po do jetë një person që e njeh shumë mirë zotin Velie. E njeh ka qenë afër, sepse dhe unë për shkakun që jemi bashkë që takohemi, nuk e di kur ke qenë para i muaj ose kur ke qenë 2004. Tregon që një person i afërt i ka treguar hap pas hapi pas Veliajt. I ka treguar të dhënat e sakta dhe i ka nis. Pra, Jovan Bregu duhet ta di që është afër. Nuk mund të jetë një person i panjohur, sepse ka dhëna nga ministria janë lëvizjet kufi, janë nga ministria e brendshme. Kemi lëvizjet nga lëvizjet me aeroplan, për shembull me avion janë nga drejtoria e aviacionit civil, kush është aty, pra kush ka akses. Pra personat te tatimet, është një person që ka akses te gjitha, që ka koordinuar dhe ka çuar deri këtu. Tani, procedimi Veliet, regjistrimi është i lishëm, se ke dhëna që ke bërë këtë, i je verifikuar. Tani lidhet me masën e sigurimit. Mendimi im personal, jo vetëm për Velin, por dhe qytetarët e thjesht, Shqipëria ka shumë qytetarë të thjesht në burgjeve. Duhet hetohet dhe me masë sigurimi tjetër. Pra, ky është mendimi im personal. Pra, jo mund ta kesh bërë atë vepër, pa e paragjykuar spagun, pa e paragjykuar akuzat, domethënë, unë gjithmonë analizës provave nuk i hy, sepse çështja është në hetim. Pra, unë nuk mund t'i them prokurorit, ai e kështu mirë keq, gaboj në çmuarjen e provës, e shikon gjykata. Unë e shoh në parim që kemi dhe rastën Perëndim, se ne synojmë të shkojmë në Perëndim, që edhe kryetari i Bashkisë New Yorkut është hetuar gjendje, Donald Trump i ka pasur 98 akuzë në gjendje të lirë. Berlusconi po, një kryetar bashkie në mos gaboj. Po për sa kohë përbën rrezikshmëri shoqërore. Kjo është tash. Megjithatë, te rasti Veliaj ka ndodhur një fenomen i veçantë që ka pasur media, angazhimi media dhe disa media, domethënë disa persona ndoshta e ka kalu çik vjen e kuqen. Se të shkuptojmë, dhe për mendimin tim, përplasje prokurori media do kesh. Gjithmonë sepse media po punë vet. Por kur kalohet e vije kuqen, por unë them nuk është Velia, domethënë nuk mund të them që mund të jetë Velia ose një person që ka kalu vjen e kuqe që merret me jetën personale. Të shkuptojmë me jetën personale, sepse çdo kush edhe ka qenë në kotën e Hoxhës, s'duhet shfrytëzosh postin. Pra posti jote ashtu. Nëse ti shfrytëzon mjetet e shtetit për punë private, quhet shfrytëzim posti. Dhe ka qenë dhe raportoja atëherë që ky për shkak me këtë. Kjo është gjë tjetër. Por marrja me jetën private për shkak të prokurorit ka qenë gabim me lidhet me jetën e tij. Kjo është gabim, pra jeta private. Por gjithmonë jashtë jetës profesionale. Jeta profesionale dhe duhen gjithmonë kërkesat procedurale. Aty na doli një personazh redaktori. Ky redaktori ç'është ky? Ai thotë dilani. Redaktori duhet të shifte anën juridike. Çfarë probleme ka? Dhe me sa shohim, përgjimin që u paraqit dhe si provë ka shërbyer ka treguar një personalitet të atij dhe ky ka qenë shkak të Veliaj që për shkak se edhe zëri si do jetë kur të kemi parasysh siç përgjohet biseda, po të bërtasim këtu ti dëgjosh me audio, del zëri i lartë, ka menduar që duhet të jetë në masë tjetër sigurimi. Sepse aty më çudit një diçka se edhe në burg dihet që telefonat kanë një tabelë aty që kjo vëzhgohet, atë dihet, po sepse është rregullore. Pra ai e di të shohësh tabelën dhe të flasësh në kuptimin ose kjo është çik bela. Edhe një pyetje të fundit zoti Karandxha. Gjykata e lartë si e shikoni, do japi një vendim pro Veliajt apo kundër Veliajt, apo nuk keni duhet parë dosje që të jepni një opinion për eksperti? Tani neve duhet të shohim sepse në rastin Veliaj çështja ka qenë në hetim dinamike. Në apel doli diçka e re. Në gjykatë lartë ka dalë gjë e re tjetër. Dhe do të shohim, pra gjykata do t'i shohë këto prova të reja, rëndojnë pozitën apo jo dhe mund të caktojnë një masë sigurimi. T'ia lëm gjykatës lartë, të shohim gjithë rrethanat e caktimit masës sigurimit, sepse dosja ka specifikat e veta, sepse rasti Velia thash edhe redaktori e ka orientuar gabim, domethënë, në vend me anën procedurale merret, po tash pyetja është jashtë shave prokurorin do shkosh në burg, pyetja tjetër, po varet se çka kanë çështje, sepse mund shash, por është ngelesh thjesht një fyre, nëse ka prova të reja që implikojnë për gjëra të tjera, kjo është gjykata e lartë që do ta çmojë.